Ishin heke taksën dhe ja, unë dhe nuk e heku taksën e tani e heku taksën. Edhe Ramushi është 100 herë më i zoti si Albini, ç'është të këshësh? Ja, o spajtohet ato. Për me falë territor, po. Rregulla është me ne yti, unë këtu jam marrë mos më pajtu. Nikam. Spjegoja bre? Unë kur jam veç të përfundoj dallimin për me falë territor. Tom. Kosova me kon pak më e vogël, është më i zoti. Po bravo. Që ky Albini është ku e ka ngrit flamurin ku që zi Toma si po do më folën çakor. E ka ngrit shtizën, me Donikën e me do, apo det? E ka lënë aty flamurin me gjithë shtizë, u kthy në trovë drinit ka hongër peshë që u knoq. Po thua, ai e kon me ta qysh? Unë jam kon gazetar Tom. Po kasa e kon me ta. Po unë jam kon Çfarë gazetar. peshë ka hongër? Ha, trovë. Tjetër gjë nuk ka. Aty karkaleca nuk ka. Okej. Nëse do më ironizu na ironizoj sa Veç po të ves. Unë jam gazetar, edhe po flas çka kom pa me sy. Po unë të vetat e ty? Ai ti, ani don po t'japi përgjigje. Pse ça dashtaj, më janis me një numa se ka qit flamurin atje? Po dash me mbrojt flamurin jo më hongër peshkun. Jo më rresu të rritë. Po sta marr mos e çet flamurin pra. Tom. Që aty ku e ka qit flamurin? Po sta marr mos e çet flamurin, po që zese për atë flamur janë vdek dëshmor ran mas rani. O, çështu a folë dhe para se m'ja fal territorin. Ashtu ka folë, u fol tana herët. Çështu është fol para se m'ja fal territorin Malitzi. O Tom, filma mund të ta diskutojmë vitën se mbajtjen e saj. Nuk jemi në Hollywood. Jo, po s'mundesh më shiti mu filma, se unë e njeh shumë mirë problematikën. Krejti një. Edhe nuk kam barë me mbrojt kërkon. Krejti një, s'ka barë kërkush për kërkon. Veç tregëm. Me kanë zvoglu territori i Republikës Kosovës. Me Albin Kurtin, edhe me Ramush Haradinin, edhe me krejt. O zvoglu territori. Po cili territor të ka zvoglu? Territori i Kosovës. Cili? Pa janë qata që i gjujshin hartat që. Po cili territor? A e din sa metra i ka Kosova? Sa kilometra i ka? Se viun e di veç që në qatë territor që është pallë pavarësia e Kosovës. Po fulon rajkojt jetë. Ta ka zvoglu për 8250 hektar. A jenë pej, a e shkun pej me vetë kryetarin, me qitë zotat hartat zonale? Kryetarin. Unë po ta sa stoje ki bon për demarkacionin? Me 17 shkurt, vitit 2008, është pallë një pavarësi në qatë territor, i që pasaj është zvoglu për minimum 8.000... A e bërë një debat tjetër për territorin se... Dhe ti e din si gazetarë në lëmtus 1 milion herë ma mirësone. A e bërë një debat tjetër... Okej, ta është smunesh me thonë njerë mja gjujt letë të tyres dikur, veç me s'mja shonë nanën, e të na me onë pomëre, unë e ta në shkru, mirë, Toma edhe po tentoj me dalë edhe ty edhe avu, po tentoj me nalë dyve. E bëjmë një debat për territorin. A e bëjmë një debat për territorin. A e bëjmë një debat tjetër për territorin. I shkurt, ati si pelqen edhe e gjumë dika tjetër. Jo, ti veç thuj që jo bo mirë që ju ka falë Topa Malitzi dhe jena në regull. E thot në herë tjetër. Qa bo? Florent, tute, mos këta... A është aty një letër që thëjnë president se merën vesh. Se s'po e bërë kurti tomë. Se president bujnë më marrë vesh që po dërica me konë Kosovë, a bënë me elonë debati për territorin. Po jo, më rëndjerë, Albin Kurtin me pas para në një 10-15 vjetëve, kryeministër, shumë ma mirë i kishë Kosova punë. Të përfundova. Po s'po let Toma se s'pi pelqen. Se me interesu me bo territorin sote, e bëjmë një debat tjetër për territorin. Avokat, e bëjmë një debat tjetër për territorin. Se kjo po do me gjitë mjegu. Përfundoje, një fjali u kry puna. Se ti ma mirë se one. Regull. Se i përket deklarimit të zotit Kurti, unë kam vequ pjesën kur thot se s'mund bëj kompromise me sundimin e ligjit në veri. Arsyeja e pezullimit të dialogut planifikuar strategjik është për shkak të sundimit ligjit në veri të Kosovës, i cili rezultati ishte kundër strukturave ilegale serbe dhe këtu nuk mund të bëj kompromise. Nuk mund t'ja lë këtë problem brezit tuaj, edhe brezi im është ai që du ta përfundoj këtë. Mendoj se në këtë pjesë thuhet një e vërtet. Këti diskutimi ka qenë edhe çështja e ndikimit rusë në Serbi, po themi ideja që Amerikanët ka një logjik për tërheqjen e saj nga hemisfera lindore. Në këtë diskutim ka qenë. Në Bashkuat Amerikës, një pjesë të cilë mendojnë se Serbia duhet largohet nga Serbia duhet largohet nga Rusia duke joshur me edhe duke pas një tolerancë, ka edhe një zë tjetër kritik që thotë se kështu ajo veç fiton në kohë